Mirëmbrëma dhe përshëndetje nderuar shikues. Mirë keni ardhur në emisionin Ballafaqim, në këtë emision të drejtë për drejtë që transmetohet çdo të martë në orën 21 në valët e televizionit Apollon. Përballë gazetarëve është sekretari i përgjithshëm i prefekturës së Qarkut të Fierit, zoti Vasil Dreko, me cilin do të diskutojmë për shumë çështje dhe probleme që shqetësojnë komunitetin firak. Do të flasim për emergjenca civile, për masat që ka marrë shtabi i emergjencave civile, bashkëpunimi i shtabit të emergjencave të prefekturës me ato të njësive vendore. Do të flasim për investimet në arteret kryesore ose në rrugët kombëtare që lidhin qytetin tonë me rrethet tjera. Gjithashtu nuk do të lëmë pa diskutuar edhe çështjen më të rëndësishme të politikës së vendit tonë, atë të qëndrimit të aleatëve të Partisë Demokratike, aleatëve qeverisë të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila u ripozicionua përpara fushatës elektorale. Për të gjitha këto sa tham larg dhe për çështje tjera, ne kemi vënë sonde përballë zotin Vasil Dreko me gazetaren Emanuela Nexhipi, si dhe unë, gazetari televizionit Apollon. Mirëmbrëma, mirë se ka në studion televizionit Apollon. Mirëmbrëma, mirë se vjetë. Falenderoj që pranoi ftesën. Mirëmbrëma, Emanuela. Zotin Dreko, prefektura e Qarkut të Fierit është ajo që jo vetëm rregullon marrëdhëniet institucionale, shprehet për aktet ligjore dhe në ligjore të marra nga këshillet komunale dhe këshillet bashkiake, por edhe ajo që ndërmerr ose ndërhyn në momente të vështira konkretisht për fenomenet apo ngjarjet e kushteve atmosferike, siç ka ndodhur kohët e fundit, për mbytjet e lumit Vjos, apo rrezikshmëria e argjinaturës lumit Seman, apo dhe rëshqitjet e dheut në fshatin Graçie të Mallakastrës. Cili ka qenë qëndrimi i shtabit të emergjencave të prefekturës së Qarkut dhe si ka bashkëpunuar ai? Është një detyrim ligjor i prefektit Qarkut, i cili rrjedh nga ligji për prefektin, mbi bazën e cilit funksionon dhe prefektura e Qarkut, dhe normalisht në të gjithë aktivitetin e vet, prefekti veç vlerësimit që bën për bazueshmërinë ligjore të vendimeve të këshillave vendore, dhe të njëjtën kohë kontrollon dhe monitoron zbatimin e ligjit në gjithë territorin e prefekturës Qarkut, normalisht ka detyrime të tjera në situata të veçanta dhe aq më tepër në situata të jashtëzakonshme. Për sa i përket asaj që ju përmendët, për problemet e emergjencave, të cilat ndodhin normalisht në muajt e rreshjeve të shirave të vazhdueshme dhe i sjellin pasoja që vende deri katastrofike për komunitetin, prefekti Qarkut është kryetari i shtabit të emergjencave. Prefektura funksionon mbi një shtab emergjencash dhe duke qenë që është përfaqësues i Këshillit Ministrave në Qark, prefekti ka autoritetin e tij që të angazhojë në këtë shtab të emergjencave të gjithë faktorët, qofshin këta qendror në nivel vendor, pra flasim për gjithë institucionet, një në kohë dhe Policinë e Shtetit, forcat armatosura dhe të gjithë efektivat dhe potencialet shtetërore që funksionojnë në Qark ose në qarqet kufitare, që në raste të veçanta me mbështetur në zbatimin e ligjit dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave për problematika të veçanta, funksionojnë në shtabin e emergjencave. Flas në raste të veçanta sepse nëse do të ndodhte që duhesh bërë evakuimi me njerëzim i banorëve apo duhen ndërhyrë me trupa dhe me njerëz në këto problematikat që kaluam ne gjatë këtyre emergjencave të muajit të mars, normalisht këtu do të vinin veç forcave speciale të policisë të ndërhyrë shpejt, të cilat ishin të akorduar dhe hyrën në aktivitet me fjalë gjatë këtyre ditëve, edhe forcat e ushtrisë, brigadat posaçme që janë në territorin e prefekturave të tjera, por që në moment caktuar me urdhën e ministrit me fjalë vjen në dispozicion për ato vende ku është e nevojshme që të ndihmojnë popullatën. Pra, shtabi i emergjencave ka për detyrë që të merret me mbrojtjen e jetës qytetarëve, të pasurisë tyre dhe përnxjerrjen e tyre nga situata. Ne kaluam një muaj rreshjesh tepër të vështirë, për arsye të rreshjeve të vazhdueshme gjatë ditëve të muajit mars. Në datën 14 mars, në mbrëmje, ditën e verës, që ndryshe nga gjithë vitet e tjera rezultoi me shumë rreshje, është mbledhur shtabi i emergjencave për arsye sepse problematika e lumenjve, flasim
lumi Seman që ishte më problematika atë natë, ishte e tillë që kuota kishte vajt në nivelet kritike dhe pritej dalja e tij nga shtrati. Kështu që në 14 mars në mbrëmje, rreth orës 8 të mbrëmjes ose 20, është mbledhur shtabi i emergjencave, ka marrë situatën në dorë, ka bërë analizën e gjithë problematikave dhe ka marrë masat për ndjekjen e situatës. Dhe që nga data 14 mars, edhe deri sot që unë jam në këtë studio, shtabi i emergjencave në mënyrë permanente dhe të vazhdueshme është në monitorim të gjithë situatës në qarkun e Fierit. Kemi pasur problematika, të cilat kanë qenë të vështira, por duke patur parasysh që shtabi ka funksionuar normalisht dhe në të njëjtën kohë bashkëpunimi me shtabet e emergjencave të njësive të qeverisë vendore që është shumë e rëndësishme dhe dua ta theksoj, kemi arritur që ta kalojmë këtë situatë me fjalë pa problematika të dukshme që t'i lëmë me fjalë shenja të dukshme në jetën e komunitetit. Unë dua të përmend këtu fillimisht dhe dua të përshëndes kryetarin e komunës Levan, kryetarin e komunës Topoj, kryetarin e bashkisë Fier, me të cilët ne kemi bashkëpunuar gjatë gjithë kësaj kohe për problematika ndryshme të emergjencave. Normalisht ata kanë për detyrën e tyre, sepse kanë detyrim ligjor që të mbledhin shtabin, por funksionimi dhe bashkëndimi i gjithë veprimeve që ne kemi bërë me këto njësi qeverisë vendore ka bërë të mundur që ne ta kalojmë të situatë pa probleme, pa shenjat të mbetura me fjalë nga një emergjencë e dëmshme për komunitetin. Televizioni Apollon e ka ndjekur pas hapi situatën problematike të emergjencave civile të krijuara nga përmbytjet e lumit Vjos dhe rrezikshmëria e lumit Seman, për cilin ju shpallët gjendjen e emergjencave civile në datën 14 mars. Do të ndjekim kronikat e përgatitura dhe do të rikthehemi në studio për diskutuar. Rreth 30 shtëpi në 100 hektar tokë bujqësore të mbjella me kultura bujqësore, drithra dhe ato farrogjere të tjerë, ndodhen të përmbytura në territorin e komunës Levan nga vërshimi i ujrave të lumit Vjos. Por ajo që është më e rrezikshmja, argjinatura e pjesës veriore të këtij lumi pranurës autostradës Levan-Vlorë ndodhet të kërcënuar seriozisht nga prurjet e mëdha. Vetëm disa centimetra ndajnë situatën katastrofike për zonën, shprehet kryetari i komunës Levan, Xheladin Malaj, për këtë pjesë të argjinaturës, e cila sipasin nëse do të çajë nga presioni i ujit, do të mundësonte devijimin e rrjedhjeve të lumit nga prurjet e mëdha drejt fshatrave Qarr, Boçov, Martin, Poro, pishe të tjerë. Shkak për rrezikshmërinë e madhe që paraqet dëmtimi i pjesë sancore veriore të shtratit të lumit Vjos, është bërë dëmtimi i penelave mbrojtës nga punimet për ndërtimin e autostradës Levan-Vlorë, ka theksuar kryetari i njësisë vendore Levan, i cili administron 5 fshatrat e rrezikuara. Në një pozicion në lum, po që se do të jemi vertikalisht. Prisha e peneleve për ndërtimin e kësaj ure rrezikon seriozisht dhe jam shprehur dhe në kronikat e tjera, domethënë në fshati Qarr dhe gjithë pjesa e tokëve të fermerëve në përgjithësi në veri të kësaj ure janë përballë një katastrofe. Është në radhë parë jeta e tyre, pastaj pronat e tyre dhe gjithçka që vjen pas tyre. Shikojeni konkretisht, ajo gjysmë metri që është aty do të shpërthej, do të prishet, atëre të 5 fshatrat e pjesës perëndimore të Levanit janë në katastrofë. Atëre di vetë natyre se çfarë ka ndërmend të bëj për atë që ne i kemi hyrë në pjesë së saj. Shikojeni, dhe kjo le ta shikojnë gjithë teleshikuesit në kronikën tuaj që do t'i jepni se çfarë do t'i ndodhë këtij fshati nëse ne do të marrim masat. Dhe forca e kësaj pune që vetëm te qeveria. Qeverisë ne kemi shuar të gjitha projektet. Le ta bëjnë, po që se kanë dëshirë. Megjithse kryekomunali i Levanit akuzon qeverinë si shkaktare të situatës problematike të krijuar nga përmbytjet e lumit Vjos, ai nuk sqaron se edhe faktorë të tjerë, si mungesa e investimeve nga pushteti vendor për sistemin kullues të tokave përgjatë brigjeve të lumit Vjos, kanalet e treta të parcelave të tjerë, për të cilat komuna duhet të investojë sipas ligjit rreth 40% të ardhurave të grumbulluara nga taksa e tokës, e cila së bashku me vetë fermerët që kanë detyrim ligjor pastrimin e kanaleve të treta, duhet të kishin punuar për gjatë muajve të sinës së dimrit për të minimizuar dëmet e përmbytjes. Më shumë se 50 banesa janë tërësisht izoluara nga dalja nga shtrati e lumit Vjos. Prej më shumë se 24 orësh situata në fshatrat Ferras, Çervem, Frakull dhe Mollas paraqitet tejet e rënduar. Pas rreshjeve me intensitet të lartë, lumi Vjos ka arritur mesditën e së premtes në kuotën e rrezikshmërisë 7 metër.
Ndërkaq në terren shtabi i emergjencave civile është në gatishmëri të plotë për çdo të papritur. Gjithashtu banorët e prekur nga përmbytjet i ka vizituar edhe prefekti i Qarkut Robert Bitri, i cili është shprehur se shtabi i emergjencave civile është duke punuar me struktura të plota për t'i ardhur në ndihmë të gjithë banorëve, edhe në raste evakuimesh. Siç e shikoni edhe këtu në lumi Vjos, duke filluar nga zona e Cakranit, ose që në Mallakasër ka filluar të zaptoj tokat, por nuk kemi probleme me njerëzit, nuk kemi probleme me shtëpit, edhe këtu ku jemi prezent dhe shikojmë që disa shtëpi i ka vajtur uji, nuk është futur brenda në shtëpi, jemi të gatshëm që të ndihmojmë dhe të heqim ato qytetarë që banojnë aty. Situatën po e ndjekim që nga Tepelena. Mbrëm në darkë atje ka vajtur rreth 8 metra lartësi. Sot, në këtë moment që ne po flasim, atje është 5.1. Dhe kjo tregon që rënja e lumit do të vazhdojë, është pasqyruar me 20 cm edhe në Selisht, dhe ne presim që përmirësimi dhe largimi i ujit do të jetë konkret. I pranishëm gjatë inspektimeve në terren ka qenë edhe kreu i Këshillit Qarkut Fier Artur Shehu, i cili ka theksuar se ngadalja e lumit Vjos nga shtrati janë dëmtuar më shumë se 300 hektar tokë ar me të mbjella. Sipas Shehut, i rëndësishëm është fakti që nuk ka lëndime në njerëz, pasi dëmet materiale janë të rikuperueshme. Këshilli i Qarkut së bashku me shtabin e emergjencave po e ndjek situatën në mënyrë të vazhdueshme. E rëndësishme për ne primare është ruajtja e jetës së njerëzve dhe dalja e vështirësive dhe evakuimi i tyre në rast nevoje. Për këtë kemi ndihmën e të gjithë anëtarëve të shtabit të emergjencës, të drejtorisë policisë, forcave FNSH, të pritet tani dhe të vinë varkat e FNSH-s për të komunikuar me familjet të cilat janë të përmbytura. Këtu jetojnë familjar të 2 familjeve, janë dhe 31 familje të tjera nga ana tjetër e rrugës, të cilët në çdo moment kanë dispozicionin dhe gatishmërinë tonë. Ne kemi një lajm të mirë që prurjet janë duke rënë dhe situata së shpejti do të stabilizohet. Gjithsesi kemi të gjitha kapacitetet njerëzore dhe infrastrukturën e nevojshme për të qenë në shërbim të qytetarëve. Ndërkaq, për sa i përket situatës në 2 lumenjtë e tjerë Seman dhe Gjanic, ajo paraqitet nën kontroll. Ekspertët e shtabit të emergjencave civile parashikojnë normalizim të situatës, pasi sipas tyre niveli i ujit po vjen në ulje në qytetin e Tepelenës, ulje kjo e cila do të reflektohet gjatë orëve në vijim. Ishin 2 kronika që vinin ballë për ballë njëra tjetrës, 2 fakte të rëndësishme, njëra për angazhimin e strukturave të shtabit të emergjencave të prefekturës dhe të njësive vendore, dhe ana tjetër, pra kronika e parë që kishte të bënte me rrezikshmërinë që përbënte për fshatrat e komunës Levan, lumi Vjos. Ishte pikrisht aty ku është dëmtuar nga punimet e autostradës kanali i Martinës, e thënë ndryshe, kanali kryesor dhe penelat të cilët pengonin ngryerjen e tokës. Pra ishin 2 momente që tregonin rasti i dytë nxirrte pak zbuluar në fakt problemet. Para një është që duke qenë në terren shtabi i emergjencave dhe duke marrë gjitha masat që unë përmenda më parë, nuk nxjerr asgjë zbuluar, sepse po të kishte ndodhur problematike dhe nuk do ishte në funksion shteti, normalisht mund të kishte ndodhur edhe fatkeqësi. Po çfarë mund t'i bënte shteti 20 cm ishte ujë për gjatë brezit të lumit? Jo, unë do të thosha që ne jemi sot në datën 2 prill, kemi kaluar të këtë periudhë të kësaj rrezikshmërie dhe normalisht aty janë evidentuar dhe problematika që duhet gjatë kësaj vere të riparohen, të cilat janë konstatuar dhe më parë nga institucione të specializuara për këtë problematikë, janë relatuar dhe shartuar dhe preventivi për atë ndërhyrje që u tha Penela, po të njëjtën kohë aty doli në pa dhe një largpamësi e Ministrisë Punëve të Rregullimit të Territorit, Drejtorisë Përgjithshme të Rrugëve, që para rreth një viti e ca kërkoi ngritjen e nivelit të urës edhe të rrugës Levan-Vlorë, dhe ju e pat mirë që ishte rreth 1 metër e ca me fjalë mbi nivelin e ujit maksimal. Kjo prurje që Vjosa solli këtë vit, në datën 15 mars, është prurje maksimale të cilën Vjosa e ka sjellë në 2005-ën, e ka sjellë dhe në 2010-ën. Dhe jemi në vitin 2013. Duhet të kemi parasysh një gjë që shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare, qeveria Berisha, gjatë vitit 2005-2013, ka patur në fokusin e vet
evidentimin e problematikave dhe masat efikase me investime për eliminimin e problemeve të cilat kanë të bëjnë me jetën normale të komunitetit, me funksionin e tyre si ferma apo si njësi private me fjalë të bizneseve, në të njëjtën kohë ka të bëjë edhe me ruajtjen e tokave të fermerëve dhe realizimin dhe mundësimin e tyre për të krijuar një aktivitet normal në tokat e tyre. Unë doja të përmendja këtu që në vitin 2005, nëse ju keni kronika mund t'i referoni atyre dhe patjetër që duhet keni, uji ka ardhur deri në fshatin Levan, në komunën Levan, në zyrat e komunës me fjalë kishte ujë i cili doli nga Vjosa me të njëjtën sasi uji që ka dalë tani në 15 mars të vitit 2013. Dhe përmbytja në atë kohë, që ndenjë për disa ditë të përmbytur toka, ishte 12.000 hektar tokë. Me fjalë 12.000 hektar është një sasi shumë e madhe dhe normalisht ju në kronikat tuaja keni vënë që gjithë tokat që nga Levani deri më ta Mifolit ishin në ujë. Si rezultati i ndryrave energjike të qeverisë Berisha, mbas 2005 dhe evidentimin e tyre dhe ndryrave me investime në këtë zonë nëpërmjet bordit kullimit dhe ndërmarrje të tjera që kanë të bëjnë me këtë fokus problematik, në vitin 2010 ne kemi të evidentuar zyrtarisht 2.360 hektar tokë të përmbytur nga uji në daljen e dimrit të 2013-s, kur në prefekturën e Qarkutëfirë ka qenë vetë kryeministri Berisha një ditë para se kishte marrë sinjal me fjalë për daljen nga shtati i lumit Vjosa. Duhet kemi parasysh një gjë që Vjosa del nga lumi, domethënë Vjosën nuk e mban dot jo shteti shqiptar, po gjithë shtetet e botës të mblidhen, nëse do ketë rreshje dhe gjithë ujërat e jugut me fjalë të rreshjeve do mblidhen në basenin ujëmbledhës të luginës së Vjosës, normalisht ai do dalë, sepse Gryqderdhin e ka në Myzeqe, e ka në fushat e territorit që kalon në Po, gatishmërinë. Masat parandaluese gatishmëria dhe masat parandaluese janë ato që do të marrin një sit vendore që do përballojnë emergjencën. Dhe detyrimi i qeverisë është që të uli në minimum me fjalë ndikimin e këtyre daljeve të cilat janë forca madhore, janë forca natyrës. Pra unë përmenda, në 2010 janë përmbytur 12.000 hektar tokë. Dhe po ka ndonjë me fjalë në territor atje ku banon apo në vend tjetër që merret me shifra e me statistika. Po pse krahasohemi me disa vite më parë? Ndërkohë që janë kryer shumë investime, do duhet krahasohemi me normale që duhet ta krahasojmë, sepse unë do të vi deri në 2013. Unë po them që në 2005 janë përmbytur 12.000 hektar tokë. Pra kjo të tregon se çfarë modeli la qeveria socialiste në 2007-2005, për 8 vite e qeverisje. E la atë zonë në 2005 dhe në 2010 ka pasur qeveria demokratike. Qeveria demokratike nga 2005, unë them nga 97 në 2005, la një model me 12.000 hektar tokë përmbytur. Qeveria demokratike, qeveria Berisha, në 2005 që merr pushtetin, e gjen me 12.000 hektar tokë të mbytur dhe në 2010 e çon daljen e lumit me të njëjtën sasi uji, me të njëjtën ujë, me të njëjtën shpejtësi të ujit, me fjalë me të njëjtat rreshje në 2.360 hektar tokë. Pra, rreth 10.000 hektar tokë më poshtë se sa 2005. Këto nuk janë nga fati, këto janë nga ndërhyrjet që janë bërë nga qeveria me investime të gjithë sistemit hidrik, të cilët nëpërmjet punës vetëmoruese të gjithë punojësve të bordit kullimit dhe drejtuesve të tyre derisa teknike të drejtorit dhe që unë dua ta falenderoj në mënyrë të veçantë zotin Ramadan Krasniqi, i cili ka ndenjur në mënyrë permanente me fjalë non-stop me gjithë ekipin e tij teknik gjatë gjithë problematikës, jo vetëm në verë, jo vetëm në kohën e emergjencës, por gjatë gjithë verës, për të marrë masa dhe të cilat dorës vit pas viti arritëm që nga 2.360 hektar tokë në vitin 2013 të përmbytur nga uji, në 15 mars të vitit të 2010, në 15 mars të 2013 ne rezultuam me 300 hektar tokë të përshkruar nga uji, jo të përmbytur, sepse një sipërfaqe tokë quhet e përmbytur nëse kalon 72 orë në ujë. Normalisht në datën 16 në orën 10, duke qenë në terren bashkë me kryetarin e komunës Xheladin Male, cilën dua ta falenderoj në mënyrë të veçantë në emër të prefekturës, në emër të shtabit të emergjencave të prefekturës, sepse ka pat një bashkëpunim permanent të vazhdueshëm me shtabin e përgjithshëm të emergjencave në prefekturë, me shtabin e tij të emergjencave. Ne kemi konstatuar që në datën 16 ishin në ujë 70 hektar tokë. Pra,
nga 1200 hektar tokë të vemi në 70 hektar tokë të përmbytur, e cila dhe kjo nuk quhet e përmbytur, sepse mbas 48 orësh u largua uji, edhe nga kjo tokë e përmbytur, në datë 16, kjo do të thotë që masat e qeverisë, investimet e saj ka qenë eficiente në këtë zonë. Dhe qeveria me investimet i ka bërë, i ka ardhur në ndihmë komunitetit. Normalisht që mbas kësaj situate, ne kemi konstatuar edhe problematikat të cilën edhe kryetari i komunës e përmendje problemin e mbrojtjes të këmbëve urës me nivel të paneleve që janë dëmtuar gjatë ndërtimit të autostradës Levan-Vlorë, dhe që ne kemi masa që gjatë këtyre muajve që vinë me fjalë që kalojnë në veshjet, të ndërhyjet atje dhe të mbrohet përfundimisht me fjalë edhe kjo situatë. Gjatë Bearit harrohet, po. Jo nuk harrohet gjatë Bearit, sepse unë përmenda disa shifra nga 12.000 hektar tokë, në 70 hektar tokë nuk është harruar asgjë. Qeveria Berisha vazhdimisht ka qenë në dispozicion të problematikave dhe për eliminimin e tyre. Dhe normalisht një fakt që duket dhe që ju e keni filmuar, se jeni si gjithë mediat e tjera që filmonin në raste të tilla dhe merrni intervista, tregohet nga 12.000 hektar tokë në 70 hektar tokë, me fjalë është një arritje maksimale. Ngjarjet e dukurit natyrore, zonjush në Xhipi, janë të pandalueshme, do të s'ke çfarë u bën. Mirë po masat parandaluese dhe ato që duhet marrë për të riparuar dëmet e krijuara i kanë njerëzit, pra i kanë shtabet e emergjenca, kanë funksionuar ato si duhet, pasi ju keni ndjekur gjithë dinamikën e ngjarjeve. Nga viti 2005, duke përmendur edhe ato fjalë që tha vetë zoti Ndreko, nga viti 2005 deri në vitin 2013 i bie ti jem pak a shumë diku te 8 vite. 2 mandate. Duke përmirësuar plotësisht 2 mandate të kësaj qeveria aktuale që është. Kjo qeveri tashmë po na çon në zgjedhje të reja në 23 qershor dhe nuk i dihet nëse do vazhdojë akoma mandatin e saj apo jo. Gjë që mbetet për tu parë, por në këto 2 mandate, në ato investime, duke mos mohuar faktin që ka zvogëluar sipërfaqen e tokave të përmbytura gjatë këtyre 8 mandateve, pse nuk ka arritur ajo që të shmangi plotësisht sipërfaqet e përmbytura, pse nuk ka arritur që këto investime që ka realizuar gjatë 8 viteve, kjo qeveri të bënte një investim më serioz gjatë lumit. Të parandalonte Sepse vërtet përmbytja e lumit Vjos gjatë vitit 2013 rrezikonte dhe u përfol mjaft në kronika televizive që mund të kishte për masat e vitit 2005. Dhe unë këtë pyetje doja t'ia drejtoja pikërisht zotit Ndreko. 8 vite, 2 mandate të kësaj qeverie, nuk duam ta mohojmë faktin që sipërfaqet e tokës së përmbytur janë zvogëluar. Prap ka fermerë të cilët janë dëmtuar, prap ka sipërfaqe toka të përmbytura dhe prap përflitet për përmbytje të lumenjve, prap përflitet për sipërfaqe toka të përmbytura që kësaj radhe. Penela të dëmtuar prej disa vitesh nga punime të pasvendësuar. Atëherë ku janë investimet e qeverisë? Përveç se përgjithësimit tokës fermerëve, ku janë investimet e qeverisë në këtë rast? Po edhe unë bashkoj me këtë shqetësim. Ku janë investimet e qeverisë? Cilat janë masat konkrete? Për duke hequr faktin marrim masa. E dim, shtabi i emergjencave merr masa konkrete. E dim që qeveria merr masa konkrete. Ka një fond të caktuar, ka një buxhet të caktuar, e cili e ka në dispozicion të këtyre katastrofave natyrore, si janë përmbytje, të cilat janë të pashmangshme. Masa konkrete për të gjithë ata që nuk i di se çfarë është masa konkrete që punon shtabi i emergjencave. Ku konsiston konkretisht? Shiko, unë them që mos i vim shifrave, se e di që po them unë një shifër tani, rreth 3 milionë euro që janë hedhur në këto 8 vite. Jo, faktet, po flet faktet, domethënë se përgjithësuar sipërfaqja. Atëre dëmton më shumë, keni investuar shumë e nuk ka efektivitet. Mund të ketë edhe një vlerë të lartë, por investimi konkret aty çfarë mund të jetë? Jo 3 milionë, por zoti Sulejmani. Unë nuk po përmend shifra investime sepse këto duken dhe ju e keni parë dhe e keni filmuar, keni dhënë kronika që sistemi hidrik i largimit të ujrave dhe i vaditjes në zonën e Muzaqes gjatë 8 viteve jo thuajse, po është bërë dhe një ri. Pra është bërë një bonifikim i ri dhe një sistem i ri vaditje, i cili është dhe në prioritetin e qeverisë për të shkuar deri në vaditjen e arave të fermerëve. Ndërkohë që në kronika televizive flasin për mungesë të kanaleve kolluese të këtyre tokave bujqësore. Mos funksionimi i rrjetit kollues në shumë zonë. Do veme edhe te kanalet dhe te kokat e kanaleve, unë po them për detyrimet e shtetit shqiptar. Nuk po flasim për detyrimet e njësisë qeverisë vendore që ka për detyrim që kanalet e treta, kokat e kanaleve, të arave të tyre mos i zënë fermerët dhe ata të kujdesen me policinë bashkiake apo komunale që të hapen, sepse nuk është detyrimi i shtetit se çfarë bën njësia e qeverisë vendore brenda territorit vet. Detyrimi i shtetit është ky që unë përmend dhe që është i dukshëm.
Më thoni ju e kam gabim apo jo? 12.000 hektar tokë të përmbytur me nivelin 8 metra të ujit në lumin Vjos në vitin 2005, me 70 hektar tokë të përshkruar nga uji, nuk dua ta fshij me fjalë, po them 70 hektar tokë të përshkruar nga uji, se brenda 72 orësh kjo ka ikur. Ka eficiencë apo s'ka eficiencë? 12.000 hektar, që i thon 12 milion, 120 milion metra me fjalë, 12.000 hektar me 70 hektar. Janë investuar nga lekët taksapaguese shumë të konsiderueshme dhe prapë përmbytën. Të lutem tani, unë po them 12.000 hektar të përmbytur me 70 hektar, ka efikasitet investimi dhe kujdesi që ka patur shteti? Nuk është se hodhën poshtë, përkundrazi, po e po ç'mund të thoni ju ku ka vajtur drejt zeros me fjalë përmbytja e lumit me të njëjtën sasi uji, me të njëjtën sipërfaqe, me të njëjtën shpejtësi, domethënë nga 12.000 hektar në 70 hektar. Çfarë mund të themi tjetër ne? Domethënë edhe një njeri pa nivel fare me nga ana teknike, vetëm këtë shifër do krahasoj 12.000 hektar me 70 hektar. Ky është efikasiteti i qeverisë Berisha në këto 8 vite. Ky është investimi dhe kujdesi që ai ka patur për komunitetin e zonave në të cilat përshkon lumi Vjosa. Tani do të them edhe një tjetër. Lumi ka një hartë dhe kush është specialist, prandaj nuk dua të merrem shumë sepse unë jam specialist topograf inxhinier topograf dhe e di mirë problematikën e hartës edhe çfarë lexohet në një hartë. Po të vini edhe me fjalë, këto zona që edhe ky 70 hektarësh janë të cilat janë të shënuara që janë pjesë e lumit, domethënë janë si thon punës, janë pasuri e lumit këto me fjalë. Po edhe lumi në atë nivel këtë do ta mbysë se s'bën. Ka shkuar banorët aty. Ka shkuar banorët në 2010-ën. Po janë legalizuar. Në 2010-ën kryeministri Berisha 12 familje po janë legalizuar ato objekte. Po mirë, le të jenë legalizuar. U ka kërkuar që të largohen dhe ta ndërtojnë shtëpi në vend tjetër, nuk kanë pranuar banorët. Tani do të detyrojnë që një kat në momentin që do dalë Vjosa do të përmbytet. Të pranojnë këtë. Tani un po maj me detaje datën 16 mars të vitit 2013. Ju keni qenë në terren. Nga kanali Martinës që kalon, që është lagja e Ferrasit. Dhe në drejtim të Vjosës ishin 7 shtëpi të cilat katën e parë kishte hyrë uji. Ditën e parë me ubor, ditën e dytë kishte hyrë në disa shtëpi, kishte hyrë uji brenda. Dhe që hyrë pat, ishin të rrethuar nga uji. Forcat ndryrë shpejt dhe policia e shtetit ishte në dispozicion, madje hyri dhe i kërkoi që edhe të evakuojnë një 2 shtëpi që zoni. Dhe unë gjej rastin këtu të përshëndes dhe të falenderoj në mënyrë veçantë drejtorinë e policisë së shtetit dhe drejtorin Zotin Arjan, me gjithë komisariatin e Fierit, shefin e komisariatit, të cilët gjatë gjithë kësaj kohe kanë qenë non-stop 24 orë në shërbim të qytetarëve. Forcat e ndryrës shpejt, cilat erdhën me detyrë nga drejtoria e Tiranës me fjalë në mbështetje të fermerëve dhe të fshatarëve të asaj zone, që ishin të rrezikuar. Por ju e pat mirë që lagja në 2010-ën nga e djatha e lumit Martinës me fjalë në drejtim të Lemanit u përmbyt, kurse këtë vit nuk u përmbyt. Ka qenë kryetari i komunës aty. Madje ai mori dhe një iniciativë që hapi një pjesë kanali që u bë shumë zhurmë ma ditë, që ujrat me fjalë pranohej që në atë pjesë që ishte mbytur 7 shtëpi të vazhdonin derdhë ujë dhe mos të mbytej lagja. Ne të nesme kemi ardhur me mjete, me inxhinierët e bordit kullimit, me idenë që të hapnim kanalin atje ku ka qenë që edhe ato 7 shtëpi me fjalë mos të përmbyteshin në atë territor ku në datën 16 ishin përmbytur nga uji. Pra, më shumë se kaq, çfarë mund të bëj tjetër me fjalë një qeveri për përgjegjësinë që ka? Çfarë mund të bëj? Do thoni ju që po s'ka, shiko, projekte speciale duhet dini një gjë, ca gjëra, domethënë ligjet e natyrës janë shkruara. Nëse lumi Seman, po idhemi lumi Seman, ka 2 argjinatura dhe përqark, dihet që brenda argjinaturës në momentin e rreshjeve uji del se ka shtratin e vet. Është punë e lumit ajo, edhe ajo pjesa aty që përmbytet, është punë e lumit. Nuk mund t'ja marrë as shteti, as qeveria, as komuna, as perëndia se jam do të lumit me fjalë. Atë ka pjesë që në momentin që fyret ai do dali dhe do vej ujë, do flej në atë vend me fjalë që është përcaktuar nga natyra, nga forcat madhore. Pra, unë dua të them që efikasiteti i qeverisë të Partisë Demokratike bashkë me koalicionin vet që ka qenë 2009-2013, ka qenë i plot, domethënë ka qenë larpamës, ka qenë serioz, ka qenë institucional, ka qenë efikas, sepse nga 12.000 hektar e ka çuar tokën e përshkruar nga uji 70 hektar. Më shifër minimale nuk ka dhe më krahasim nuk mund të bëjmë tjetër. Unë mund të them të shifra miliona euro këtu e atje te ai kanali këtu,
besoj asnjëherë s'do marrë vesh, as intereson se ka iden të ndërtimit apo të volume. Unë po them, kemi qenë 12.000 hektarë të përmbytur në 2005, jemi 7 hektarë në 2013. Më thoni ju tani, ka efikasitet apo s'ka efikasitet? Përsa e përket penelave, ky është një problem. E zvogluar sipërfaqja apo efikasiteti do të ishte i plot nëse do të kishte. Sipërfaqja është fshirë me fjalë, nuk mund të thuash tani 70 hektarë me 12.000 hektarë është zvogluar sipërfaqja. Po të jenë 120 me 70 themi që është zvogluar. 12.000 hektarë me 70 hektarë nuk mund të ketë krahasim me fjalë. Është zerruar sipërfaqja. Unë doja të qëndroja tek ajo që ju thatë për problemin e penelave në Këmbë të Urës. Te ura e re e autostradës është një problematik që ne e kemi ngritur, Bordi i Kullimit ka bërë një projekt, e ka bërë problematik në linjën e vet pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe presim telefonin që atë bëhet. Megjithatë, nuk do themi ne që ne s'kemi masa, se kemi në vëmendje. Unë jam dakord me kryetarin e komunës që e ngriti atë problematik. Siç e kemi ngriti, e ngriti dhe ai. Kjo tregon që ne kemi funksionuar së bashku. Shtabi i emergjencave të prefekturës me shtabin e emergjencave të komunës Levan ka qenë në mënyrë permanente në bashkëpunim. Dhe unë e përmenda zotin Xhelo dhe e përmend prapë me fjalë dhe them shembull i tillë ne duhet kemi bashkëpunim për të japur ndihmë komunitetit. Vështirësi për shtabin e emergjencave civile ka paraqitur edhe rrëshqitja e tokës në fshatin Graçie të Mollakastrës, ku gazetarja Nexhipi ka qenë e pranishme, ka ndjekur nga afër situatën. Do të ndjekim kronikën e paraqitur dhe do të rikthehemi në studio për të diskutuar edhe për këtë fenomen të rrezikshëm dhe të vështirë natyror. Drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik Halim Dariu është shprehur se kjo zonë ka patur edhe më parë rrëshqitje dherash, por jo në këtë sipërfaqe, ndaj dhe fajson organet e pushtetit për mosmarrjen e masave. Sa diun këtu ka pasur edhe në përpara fenomene rrëshqitje, por të cilat nuk janë vlerësuar, qoftë edhe nga organet shtetërore, qoftë edhe nga vetë banorët. Domethënë nuk është ere e parë që rrëshqet, po jo në këtë masë. Kjo është shumë e madhe, si rrëshqitje është shumë e madhe. Është nga më të mëdha që kemi parë deri sot. Ndërsa reagimi i kryetarit të komunës Qendër Agron Kaplanaj do të jetë ky. Për sa i përket fajësimit të pushtetit, ne nuk mund të them që është faj pushtetit vendor, pasi këto janë zona të studiuara herët dhe ne nuk kemi bërë studime rishtas në kohët e fundit dhe për sa kohë aty kanë qenë banesa të ndërtuara prej aty në atë lagje ka banesa që janë gati banesa që rreth 100 vjeçare, ajo lagje është ngulur aty para 100 vjetësh dhe ka pas shtëpia, pavarësisht se shtëpitë janë rikonstruktuar, janë bërë të reja, janë ndërtuar dhe shtëpi të reja, por që gjithsesi unë besoj se ka qenë një studim i hershëm që janë ngulur ato familje aty dhe lagjet e tjera në atë fshat. Kështu që gjatë gjithë kësaj kohe nuk ka pasur tendenca rrëshqitje, dhe se po të kishte ne do të kishim marrë masa dhe nuk do lejonin vazhdimin tutje të rikonstruksionit të këtyre banesave apo qoftë edhe ndërtimin e banesave të reja. Pra ishte një tjetër fenomen apo ngjarje natyrore e cila ka vënë në vështirësi vetëm banorët, por edhe gjithë drejtuesit lokale, autoritetet lokale. Në fakt ju zoti Ndreko përpara sezonit dimror mblidhni shtabin e emergjencave dhe hartoni planin për sezonin dimror për të paraprirë ose parandaluar situatat e vështira. Realisht ju në udhëzimet tuaja diktoni kryen e investimeve ose studimeve inxhinierike, disiplinimin e rrjedhjes së ujrave, pyllëzimin e zonave e tjera dhe apo edhe mos lejimin e ndërtimeve në zonat pastudjuara. Fakti tregon të kundërtën. Fakti nuk tregon të kundërtën. Ne kemi pasur një gjë që autonomia e funksionimit të qeverisjes vendore, nuk flasim vetëm për komunat me fjalë Levan, Graçie, bashkia atje, kanë autonominë e tyre të funksionimit. Dhe nuk mund të hyjë as prefekti dhe as ministri në punën e tyre, por ka një gjë që prefekti si përfaqësues i Këshillit të Ministrave në Qark i kërkojnë që në përfundim të verës me fjalë, në muajin e fundit verës, mbasi kalon sezoni i plazhit edhe i pushimeve, gjatë cilës pavarësisht një situatë që shtabi i emergjencave monitoron dhe e kontrollon dhe kujdeset për mbarvajtje të kësaj periudhe,
Në atë moment i drejtohet gjithë njësive të qeverisë vendore dhe fillon kjo që nga muaj shtator me fjalë, tetor, dhe kërkon informacion të plot për situatën që kanë. I kërkon që të marrin masa në bazë të ligjeve të përcaktuara për problematikat ndryshme dhe me informacionin që merr nga këto, për shqetësimet që kanë me fjalë, merr konkretisht masa duke raportuar me Këshillin e Ministrave, me Ministrinë përkatëse për ndërhyrje që mos të kemi gjë gjatë muajve të dimrit. Sa e përket shkarjes, është një fatkeqësi normale, të gjithë e kemi ndjerë. Është marrë shumë seriozisht nga qeveria shqiptare. Atë ditë ju patë që 2 ministra edhe në mënyrë urgjente morën pjesë në këtë fatkeqësi që ndodhi qytetarëve dhe në bashkëpunim me Komunën Qendër, me zotin Agron Kaplane, kryetarin e komunës, me Këshillin e Komunës Qendër, janë bërë gjithë procedurat që këta qytetarë që janë dëmtuar nga kjo shkitje masive në zonë, të kalojnë situatën me fjalë duke u futur shtetin me fondin e veçantë me fjalë për emergjenca, për ta ndihmuar për të kaluar këtë situatë. Është bërë vlerësimi nga ana e komunës, ka kaluar në Këshillin e Qarkut, është përfunduar materiali i vlerësimit nga specialistë të Këshillit të Qarkut, është rikthyer në komunë, merret vendimi i Këshillit të komunës, i kalohet prefektit dhe prefekti ja përcjell ministrit të brendshëm nëpërmjet ministrit dhe qeverisë me fjalë për masa konkrete. Është në finish kjo punë, kemi parë një bashkëpunim të vazhdueshëm. Unë do të thoja që ky është një rast që të gjithë njësitë e qeverisë vendore duhet që ta kenë në kujdesin e vet që në momentin që fermerët, qytetarët, banorët e zonës ndërtojnë shtëpi me fjalë, duhet t'i japin horizontat atyre, duhet i thonë që në këtë zonë nuk ndërtohet, në këtë zonë ka shkarje, pas një studimi gjeologjik, normalisht ligjet e shtetit shqiptar janë tilla që një leje ndërtimi nuk mund të jepet nëse bashkë me projektin teknik preventivin nuk ka dhe studimi gjeologjik nga një specialist i mirëfillt gjeolog, i cili do të vërtetojë që ndërtohet apo nuk ndërtohet. E para, e dyta, masat paraprake që duhet marrin fermerët, normalisht nuk banojnë në lagjet e qytetit Fierit që s'kan ku mbjellin një pemë, por banojnë në një zonë cilën kanë sipërfaqe toke dhe shumë mirë që e kanë, duhet që ta mbjellin me pemë, me barë dhe me kultura tjera, cilat kryesisht duhet të jenë nga frutikultura që edhe tu shërben aty në prodhimet që kanë, por në një kohë të mbrojnë dhe tokën nga erozioni. Mbrojtja nga erozioni është një nga detyrimet që çdo qytetar ka për territorin në cilin jeton. Në fakt, zotin Dreko, kështu duhet të ndalesha pak për faktin që o thatë që duhet ketë studime të veçanta për të lajmëruar banorët nëse duhet të ndërtojnë banesa apo jo. Dhe në kronikën në fjalë, zoti Agron Kaplanaj e pohoi vetë këtë gjë. E pohoi vetë këtë gjë dhe thotë që ne nuk kemi studime të tilla. Kjo është çështje që përket. Jo, po ju duhet të kontrolloni, përdesa jepni udhëzime në sezonin e vjeshës. Normalisht janë zbatuar, janë zbatuar. Unë këtu jam sepse më fal, sa i bie të bëjmë një eksperiment kokën tonë për ta provuar pastaj për të tjerët. Shiko, nuk mund të mbaj përgjegjësi qeveria për të gjitha problematikat që ka njësitë e qeverisë vendore. Qeveria ka ligjet e veta, njësitë e qeverisë vendore funksionojnë në bazë ligjit 8652, cilin unë e njoh shumë mirë se jam këshilltar dhe me problematikën që kam merrem me këtë ligj ditë për ditë, por unë nuk jam këtu për të përfaqësuar njësitë e qeverisë vendore. Këtu mund mirëni vetë ata dhe të bisedoni, ky është detyrim ligjor i tyre dhe është problematikë të cilën nuk ka asnjë akses as ministri, as prefekti, as qeveria se çfarë bën një njësi e qeverisë vendore brenda territorit vet. Ka ligjin e vet dhe e zbaton atë me gjithë strukturën e vet që ka ndërtuar me administratën e vet, me specialistë, urbanistë, me ligjin për urbanistikën dhe me gjithë të tjerë. Pra normalisht nuk mund të themi që pse ndodhe një gjë në një vend e ka fajin qeveria. Jo, ne flasim për të parandaluar. Jo, nuk e ka fjalë për të parandaluar, parandalimin. Tani nuk mund të përgjigjem unë për një. Jo, po ti je përfaqësuesi i qeverisë këtu. Mos u përgjigjet, kush do përgjigjet? Jo, s'përgjigjet ai qytetari ku do ta gjetë? Fjalën e artë ose ata nuk njësi e qeverisë vendore. Nëse një njësi e qeverisë vendore ka kërkuar, po them unë nga një institucion, nga Instituti Gjeologjik Shqiptar, një studim dhe nuk ishte dhënë, atëherë po normalisht prefekti duhet vetë ndërhyjë me vetë t'ia çojë. Po këto janë probleme që në qoftë se jepet një leje ndërtimi në Fier, flasim Fier tani këtu për një pallat, pse do përgjigjet Sali Berisha aty, pse Bafjari nuk ka bërë studim gjeologjik të saj? Normale vetë vija i qeverisë vendore të përgjigjet, nuk mund të përgjigjet ai për atë punë.
Zotja Gron Kaplana e ka mohuar këtë gjë dhe ka thënë që nuk duhet jemi ne kompetentët përgjegjës, nuk është njësia vendore ajo që realizon matjet gjeologjike për një sipërfaqe toke, por duhet jetë qeveria, duhet jetë instancat e tjera përkatëse, dhe jemi ne pastaj thot nëse lejojmë ndërtimin. Jepeni insertin që ka thënë kështu, po unë them që nuk ka thënë kështu. Ka thënë që ne nuk kemi pasur studim për këtë zonë. Janë studime të vjetra, këtë e thot, janë studime shumë të vjetra, por që aktualisht nuk ka të reja. Një zonë zhvillohet mbi bazën e një studimi gjeologjik, studimi urbanistik, bëhet plani i studimit, jepen lejen ndërtimin, ndërtohet një lagje apo një lagje tjetër. Ktu nuk bëhet fjalë për detyrime. Kjo është një fatkeqësi e cila ka një specifik veçantë sepse akoma nuk ka ekspertiza nga Instituti Gjeologjik Shqiptar që shma me problematikën e këtij vendi. Po unë them në tërësi me fjalë, në tërësi njësitë e qeverisë vendore e kanë nga ligji 8652 si funksionojnë ato detyrimi që ato merren vetëm me studim gjeologjik. S'mund atë vend ku duan institut, një studio private në çdo vend, siç marrin një studim apo një projekt ndërtimi. Ky është detyrimi i tyre. Në këtë linjë me fjalë me autonominë e qeverisë vendore, të cilën nuk duhet ta shkelë qeveria, qeveria nga granë është e qetë me fjalë detyrimet janë të njësive të qeverisë vendore. Dhe me këto studio private që u përmendët ju do të thoni që njësitë vendore duhet të paguajnë vetë për të bërë inspektimin. Nuk e ka mundësi financiare. Si kanë mundësi financiare? Për balluar studime gjeologjike. Shiko tani, po dalim nga një temë tjetër. Ju po thoni që e ka ndjekur Emanuela ka bërë një dokumentar. Autonomia e qeverisjes vendore duhet zbatohet për çdo gjë dhe në të njëjtën kohë çdo gjë që ata kanë të kërkojnë qeverisë, po funksionon kështu shteti. Atëherë nëse sipas që ka përgjegjësi njësia vendore ta mbajë ajo. Njësia e qeverisë vendore ka gjitha përgjegjësitë brenda territorit vet, nuk po them për rastin e Agronit tu apo për rastin e Baftiarit apo Xhelos. Të gjithë njësitë e qeverisë vendore e kanë me ligj që përgjigjen për çdo gjë brenda vetes. Po, mirë për këtë rast, po për gjendjen e vështirë të akseve kombëtare, të rrugëve Fier Berat, Fier Levan, kush e ka përgjegjësinë zotin Drego? Janë inventarin e detyrimit përgjithshme të rrugëve, sot autoriteti kombëtar i rrugëve. Tani kësaj thonë kështu, puna është një shprehje në një film shqiptar me lufta në Vietnam te s'po e them tani atë. Problemi është këtu. Rrugët nacionale janë që menaxhohen dhe administrohen nga drejtoria e përgjithshme e rrugëve. Në çështje të tjera. Po, nga drejtoria e përgjithshme e rrugëve. Dhe normalisht, unë nuk e mora vesh se ku e ke pyetën ti. Ato kanë të bëjnë me njësitë e qeverisë vendore, rrugët nacionale kanë të bëjnë me drejtorinë e përgjithshme të rrugëve. Po. Ato për fatkeqësitë natyrore ju ngarkohet me përgjegjësinë e njësitë vendore. Atëherë le të ndjekim insertin e përgatitur në lidhje me gjendjen e vështirë të dy rrugëve në fjalë dhe do të rikthehemi për të diskutuar me sekretarin e përgjithshëm të prefekturës për të marrë më qartë pyetjen. Të udhëtosh në rrugën kombëtare Fier Berat, do të mallkosh vetveten disa herë, do të stresohesh deri në kufite pa mundësisë për të ruajtur qetësinë, apo edhe do të dhëm shpirti për dëmtimin e automjetit nga gropat e mëdha dhe të vogla, me ujë dhe me baltë kryesisht në segmentin që përshkon territorin e komunës Zharrës. E gjithë kjo jo për fajt të qytetarëve, qofshin këta drejtues automjetesh apo udhëtar të zakonshëm, por për përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të institucioneve përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe rekonstruksionin e rrugës kombëtare Fier Berat, si drejtoria e përgjithshme e rrugëve, e emërtuar gjatë kohëve të fundit autoriteti kombëtar i rrugëve, drejtoritë e mirëmbajtjes së qarqeve e të tjerë. Këte e pohojnë të intervjuesurit e shumët nga Fieri Roskoveci, Kuçova, Berat e Skrapari, përfshiktu edhe komunitetin e zonave rurale të komunave të cilat shtrihen përgjatë kësaj rruge, që deri më sot vazhdon të jetë problematike, jo vetëm për udhëtarët, por edhe për biznesin fermerët e të tjerë. Ka që më mirë shua herën e parë, të bëndani. Po kemi shpresë se do ta përfundojmë? Ta përfundojmë do ti? Po, zdje. Po rrugun, nuk e që i flet, nuk e që shikon, sepse të dhejmë syt, edhe është gjyna dhe është turp. Do më dhenë fajrat, kush i ka, po i hap populli. Pa i halën mjetet, kjo është rruga, kjo është turp. Kush ka këtu është turp jo. Kur taksat i pagojmë të gjitha, vjen puna rruga shko, si që shikon vetë. Gjesë Fier nuk ecë do të dha, s'ke ku të vesh, nuk ecë. Rruga ju krijon probleme? Probleme, vetëm probleme na krijon rrugën edhe. Terat mira t'i ka që rrugë. Do amortizator, do gomina. Tu vetë të nises me një kremër. Keni shpes? Qa shpesë? Për rrugën. Shpres 2020 po u betë. Rruga si mos më keq. As dhe njëri. Po punimet të kur të barojnë, më keq. Punimet e pjesshme të cilat filluan përpara pak kohësh,
më shumë e vështirësuan qarkullimin në këtë segment rrugor se sa e disiplinuan atë. Kështu janë shprehur drejtues automjeteve dhe udhëtarët, të cilët shpresojnë në 3 muajt e fundit të ngelur përpara zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare për rikonstruksionin e plotë të këtij segmenti rrugor. Kanë filluar punimet përgatitore për rikonstruksionin e segmentit rrugor Fier-Levan. Aktualisht po punohet për pastrimin dhe zgjerimin e rrugës në parametrat e projektit nga qafa e Koshovicës dhe në pas do të vijojë zbatimi i fazave të tjera të këtij projekti. Drejtues të automjeteve vlerësojnë investimin e qeverisë shqiptare për ndërtimin e parametrave bashkëkohor të kësaj gjatësie rruge prej 10 km, shumë të rëndësishme për komunikacionin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe atraktivitetin e zonave turistike, natyrore dhe kulturore, për të cilat shërben ky segment rrugor. Financimet jo vetëm i shërben zhvillimit, por edhe integrimit, pasi rruga Fier-Levan lidh Veriun me jugun dhe të gjithë territoret dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian si Greqinë dhe Italinë. Shumë besim. Kam shumë besim se bëhet rruga mirë. Sepse një rrugë kryesore, një rrugë nacionale që lidh të gjithë jugun e Shqipërisë me pjesën tjetër të Shqipërisë, njëkohësisht lidh edhe në lidhje me Greqinë, gjithë shqiptarët do të vinë në kjo rrugë. Megjithatë, edhe pse po bëhet nga qeveria shqiptare kjo rrugë, nuk është kryesore. Kryesore është bypassi edhe ajo sigurisht bëhet qartë. Kjo ishte një rrugë që ishte bërë problem për gjithë jugun dhe tashti kjo brenda muajit besoj se Po punohet edhe për harmonizimin e kryerjes së punimeve me disiplinimin e qarkullimit rrugor, pasi nga ankesa e madhe dhe fluksi i automjeteve kërkojnë rregull dhe korektësi për të krijuar hapësira dhe mundësi kryerjes së proceseve të punimeve dhe normalizimit të qarkullimit rrugor, kanë pohuar të intervistuarit. Po ishin 2 kronikat përgatitura në lidhje me gjendjen e vështirë të akseve kombëtare, të rrugëve kombëtare Fier-Berat dhe Fier-Vlorë. Realisht segmenti Fier-Levan, pasi pjesa tjetër është autostradë. U bë vite që premtohet për këto segmente rrugor, në njërin prej tyre kishin nisur investimet, gjatë cilët ju e keni konfirmuar 1 muaj përpara në këtë studio, që është shelur fondi për segmentin rrugor Fier-Levan. Shiko, unë mbaj mend që kam qenë këtu në studio tuaj rreth 1 muaj, me një 3 javë, 1 muaj, me kryetarin e Unionit Gazetarëve të Fierit, përballë, dhe madje domethënë kur unë thash që ajo është në tenderim, ajo çudit, po kishte ndodhur një kështu një ngjarje para disa ditësh se ne të vinim këtu, deputeti Muçaj, ajo Muçaj, me ca punonjës të ujësjellësit dhe ca të bashkisë që Edi Rama thotë mos i çonin miting, ata duhet i çojnë me fjalë, kishin çuar në Levan, edhe u lëvinin atje dhe bërtisin që duam rrugën se ne po thyem makinat andaj këtej faktikisht unë i njoh ata të gjithë edhe ishin gjithë punonjës. Këtyre që thash të ujësjellësit. Po pavarësisht rruga është ishte vështirë. Një minutë tani. Pavarësisht përdorimit, gjendja ishte reale. Nëse do dali një qytetar Firak apo një qytetar i Levanit, që lëviz me makinë sepse ka punë, ka biznes, apo do të ikë si turist në Vlorë. Dhe thotë po më thyet makina, ka të drejtën e tij dhe unë jam detyruar ta dëgjoj dhe them që të lumt që ngritet si problem. Po që dalin ata punojësit që i mban kryetari i bashkisë këtu me paga për fushata dhe ata punojësit e ujësjellësit të cilët i mban në kurriz të taksapaguesve të qytetit, drejtori i ujësjellësit, dhe të bëjnë protesta me fjalë të tilla të shtirura me gjithë deputetin që për mua duke mos ditur gjë që një para ishte çelur tenderi me fjalë për këtë rrugë, se këtu doja dilja, nuk më interesojnë se çfarë kanë bërë ata. Ishte çelur tenderi dhe kur unë i thash kryetarit të Unionit Gazetarëve këtu që është çelur tenderi, ishte i Shqipërisë. Jo, kryetari i Unionit Gazetarëve tuaj këtu në Fier, zoti Muça. Po, ai më pyeti, ishte në studio këtu, unë kam qenë përballë tij me fjalë. Dhe këtë më ngriti si problem, mbasi ja thash të që këto janë budallëqe me fjalë, se kështu quhet budallëqe me plot gojë, nuk them më falni, po budallëqe janë. Ajo ka rreth një 5-6 ditë që është çelur tenderi, është hapur tenderi dhe prisin ofertat. Dhe ka një procedurë ligjore tenderi me fjalë. Mbas një jave u mbyll tenderi, nga 3-4 kompani që kishin hyrë në tender ishte për zgjedhur një, pritet pastaj edhe 5 deri në 7 ditë për ankesat. Kjo është procedurë ligjore dhe është e detyruar, domethënë që të zyra që bën drejtoria e përgjithshme e rrugës që bën tenderi është e detyruar që ta presi këtë, e ka detyrim ligjor ankimimin. Dhe faktikisht ju keni marrë intervistën dhe vjen mirë që kjo punë ka filluar. Pra unë nuk i njeva.
Mi po unë thash atë që ka bërë qeveria Berisha, dhe qeveria Berisha është fjalë mbajtur, atë që thotë e bën. Është një fond i qelur për rreth $1 milion me gjithë të vëshën e rrugës, i cili bën rrugën e re me riveshjet plot me fjalë, sipas gjithë kusheve teknike me kanale anësor, nga Ekurudha tek Varezat e Vjetra, ose Terrenoili, si mund t'i referojmë si pikë, nga Ekurudha që futet për në Ekurudha e linja e Ballshit, deri në hyrjen e autostradës së Levanit, për rrugën Fier-Levan. Është një rrugë e cila do përfundoj bëna 45 ditësh, është fituar nga një firmë Arbëria në mos gaboj. Ka rëndësi. Jo, ka rëndësi, si s'ka rëndësi. Ju Ju keni parë që po punojnë, pra qeveria është fjalë mbajtur për atë që ka thënë. Dhe unë nuk i njeh në këtë studio, po informacioni që ka marrë opozita që dilte bënë protesta dhe informacioni që i ka dhënë që një ata lama që edhe këtu para ca ditësh në një takim që bëri Partia Socialiste këtu me një nga ato çfarje teatrale të tyre, doli dhe tha që i ka bërë presion qeveria Berisha, asaj firmës që ka marrë bypassin e Fierit, që ta bëj këtë rrugën pa lek. Domethënë më turp nuk ka, po ta kisha në studio do ishte në një mirë që i thoshja turp kesh, ose të paktën kërkot falur fierakëve dhe i thuaj turp atij që na dhënë informacionin për këto budalle që thua. Firma që ka fituar, kompania që ka fituar bypassin Fier-Levan, që lidh dy autostradët në hyrje të Fierit dhe në Levan, është kompania Serenita italiane, është një nga kompanitë më serioze në gjithë Evropën. Është një kompani që e ka marrë këtë tender nga 60 milion të parashikuar euro, me 40 milion euro, 39 pisa, po për më bllakos 40 milion euro, edhe që do e bëjnë një kohë rekord. Kjo nuk ka lidhje fare me këtë, domethënë, po të pyesësh ata nuk e din ku bie rruga Fier-Levan. Pa, ky është një turp, është një abuzim i jashtëzakonshëm nëpërmjet nëse ke për thënë një gjë thuaj, si shat ju, penelat nuk janë bërë, duhen bërë. Është një gjë konkrete që duhet bërë. Tani, jo, duhet ngelem çik këtu me fjalë që ky është një fakt edhe ky po bëhet. Është rreth $1 milion, do mbaroj për 45 ditë. Pra, të gjithë fierakët dhe gjithë qarku i Fierit dhe gjithë shqiptarët, edhe shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë, edhe maqedonësit dhe serbët që do vinë në Begletin tonë për plazh, do janë të lumtur sepse fundi maj do i gjemë me rrugë të re dhe ata do shijojnë mirë plazhin, me fjalë nuk do shkojnë për gropa. Në për gropa le të shkojnë ata që i ngelet mendja te gropa, ashtu siç ka ngelur gropa brenda Fierit, me fjalë le të shkojnë, po nga Fieri nuk do kalojnë, se do i bien në bypass do i gjen. Ne fierakët do i vuajmë gropat brenda Fierit. Tani për sa i përket rrugës Fier-Berat, është në tenderim rruga, po them edhe një herë, është në tenderim, është çelur tenderi për rrugën kthese Patosit, Roskovec. Është marrë detyrë me një fond të posaçëm nga Drejtoria Ranalu e Rrugëve, e cila funksionon më tani në rang rajoni në Gjirokastër, me një fond specifik që të mbushi dhe të rehabilitojë të gjithë gropat dhe dëmtimet e rrugës nga Roskoveci në kthesën e Beratit, në poshje. Jo, nuk është riveshje, është vetëm riparim ky fondi. Dhe është në tratativat e mbylljes teknike për t'u hedhur në kërkimin e fondit, me nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që të hapet tenderi Roskovec Poshnje. Pra, është pjesa e parë që është hapur tenderi, domethënë siç thash para një muaji për rrugën dhe që e patu bë realitet dhe po vazhdon rruga Fier-Levan, në atë fazë siç para një muaji është faza e kthesë Patosit Roskovec. Pra, këto ditë shpallet e fituesi është në tenderim, mbaron tenderi, fillon puna. Në të njëjtën kohë është përgatitur për të hyrë në tenderim edhe pjesa Roskovec, kthesa e Poshnjës, domethënë kthesa e Beratit, ku bashkohet rruga e Lushnjës me Beratit. Po është ndarë me lotë. Thoni se ka sa segmente rrugore të cilat janë në tenderim. Në zgjedhjet e 23 qershorit do vazhdojnë këto tenderime? Sepse deri në zgjedhjet e 23 qershorit mund të themi që qeveria Berisha ka shumë infrastruktura rrugore, ka shumë segmente rrugore të cilat i ka në tenderim. A do realizojnë këto para 23 qershorit apo do mbeten thjesht projekte në letër që më pas do mbyllen edhe më pas nuk zbatohen në terren? Atëherë unë e di ku e keni merakun ju. Problemi është që komuniteti e kemi merakun ne. Qeveria Berisha është merakun qytetari joni. Dhe me votën e popullit shqiptar në 2009 drejton vendin dhe shtetin dhe është detyruar që të gjitha ato që kanë premtuar do të vazhdojnë të çojnë deri në fund. Kështu është shembulli rruga e Levanit.
Ky shembull që është ndërruar rruga kthese Patosit Roskovec. Dhe dini edhe një gjë që do tentohet që kjo rrugë të përfundojë brenda afatit para zgjedhore. Domethënë kthesa Patosit Roskovec. Një ndërkohë është gati për të bërë tenderi për Roskovec, kthesa e Bellatit në Poshnjë. Tani pavarësisht se jemi në proces zgjedhor, qeveria ka një detyrim që të sigurojë gjithë infrastrukturën e zgjedhjeve, të bëjë zgjedhjet më të mira që janë bërë deri tani në Shqipëri, të arrijë standardet e certifikimit ndërkombëtar për zgjedhjet, dhe në të njëjtën kohë paralel nuk e shqetëson fare qeveria Berisha ç'a ndodh në Shqipëri. Qeveria Berisha ka detyrimin që të punojë, të investojë, të zbatojë projektet dhe të mbajë fjalën e dhënë deri në momentin e fundit. Dhe dyni një gjë që deri në muajin shtator, domethënë me ligjin zgjedhor, qeveria është në funksion dhe në detyrë. Meraku ishte se njësër projekte që janë tenderuar disa muaj përpara zgjedhjeve. Kjo është strategji apo është detyrim ndaj qytetarëve i cili mund të ishte kryer edhe më herë? Po s'është strategji, unë do të them një fakt që domethënë çfarë lidhje ka tenderimi i rrugës në këtë linjë thatë Topoj, Sheq Marinas, Begdet. Çfarë lidhje ka me këtë që është bërë para 3 muajsh me fjalë tenderimi, para 4 muaj, se është në procesa, po punohet. Ka ndonjë lidhje kjo me fjalë, ka ndonjë lidhje me zgjedhjet? Jo, mos ka asnjë lidhje me zgjedhjet. Është një aplikim që ka bërë komuna Topoj, te fondi rajonal për zhvillim rajonal me fjalë, është fondi i pastër i shtetit shqiptar, i qeverisë shqiptare, ja ka akorduar rreth 84 milion lekë të reja, dhe ajo nuk po bëhet. Një të katërtën e vlerës kryesore, që ishte 76 milion. Kush është 76 milion? Gjithë projekti ka dhënë një të katërtën e vlerës. Po 84 milion është çelur fondi, po shiko, tani të kemi parasysh një gjë, derisa çelet fondi është i siguruar për këtë rrugë. Nuk mund të marrë kompania ditën e parë lekët gjitha. Pjesërisht. Kompania bën punë 1 muaj, 2 muaj, paraqit atë situacionin përfundimtar të punimeve, likujdohet për atë që ka bërë dhe vazhdon punën, kështu punon çdo vend. Më thuaj ti një usta që të vjen në shtëpi dhe të jep lekët që në momentin që ndet dera pa bërë punën. Kjo është praktika e punës me fjalë në të gjitha ato. Domethënë është çelur fondi limit 84 milion lekë, të reja dhe një treta, një katërta, nuk e di, se ju e dini me fjalë kemë ndërvis. Po këtu ka ndodhur një gjë më, që nëse më dëgjojnë banorët e kësaj komune, është për turp me fjalë që është bërë një tabelë atje dhe thotë investitor komuna Topoj, nuk është komuna Topoj investitor. Investitor është qeveria shqiptare me kryeministin Sali Berishën për këtë rrugë. Ky është nga fondi rajonal i zhvillimit, ka aplikuar, mund të aplikojë çdo lloj njësie qeverisë vendore, po këto janë fondet pastra të shtetit shqiptar. Dhe shteti shqiptar i jep këto për të ndihmuar atë zonë, për të zhvilluar turizmin, për të zhvilluar blegtorinë, për të zhvilluar bujqësinë, për të ardhur më mirë në ndihmë edhe neve që shkojmë në sema që të hyjmë në 2 apo në 3 rrugë tjera, për të zhvilluar biznesin. Sepse normalisht çdo rrugë që bëhet në një zonë me fjalë jep akses pozitiv në gjithë bizneset e asaj zone. Dhe unë, domethënë, i bëj thirrje atij kryetarit komunës me që mu dha mundësi tani ta ndryshojë ata pjesë është tut me mos gënjë. Ata s'po japin rrogat me fjalë. Nuk ka mundësi që një komunë të investojë një fondi taksapaguzëve shqiptar, gjithsesi ata janë pjesë e taksapaguzëve. Është fondi i qeverisë shqiptare. Ti dishin gjë që maksimumin e taksave vendore me fjalë i merr komuna, i merr njësia qeverisore, s'ka punë fare me të. Janë taksa të tjera që mbledh shteti. Dhe ai ditë i shpërndajë sipas nevojave që ka komuniteti i shpërndarë në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Po. Zoti Dreko, përpara kësaj situate parazgjedhore të cilën ndodhemi, është shumë e rëndësishme që të theksohet fakti nëse investimet në atë rrugë i bën komuna Topoj apo qeveria Berisha, apo është më shumë e rëndësishme ajo që ka vlerë për komunitetin, përfundimi i asaj infrastrukture rrugore. Është shumë e rëndësishme që të deklarohet se çfarë fondesh janë. Komuniteti i asaj zone është detyrimi ligjor i atij që vë tabelën që ta njoftojë që këto fonde burojnë nga donatorët të shtetit shqiptar, burojnë nga shteti shqiptar, burojnë nga banka botërore, burojnë nga komuna, burojnë nga bashkia apo nga një investitor tjetër. Është detyrim ligjor, domethënë në qoftë se unë po flas shumë në tym tani, nesër do të bëhet një inspektim nga drejtoria e përgjithshme e rrugëve ose nga fondi shqiptar apo nga fondi rajonal i zhvillimit, ati mund t'i bëjnë edhe kallëzim prokurime për mashtrim të komunitetit, sepse është e drejta i tha dy, e rëndësishme është bëhet rruga. Është e rëndësishme, po komuniteti duhet ta marrë vesh, është një vlerësim i qeverisë për atë komunitet. Dhe i vjet në shërbim atij komuniteti ky fond, me fjalë, unë abitën çfarë lloj çmendurie kanë këta njerëz me fjalë ku kanë muaj të tëra pa dhënë pagën nga ato taksa që mbledhin, që sa vin do t'i mbledhin, edhe thonë që jemi ne investitor. Ka 8 muaj, 9 muaj pa marrë pagën. Të zgjidhin pagat një, pastaj të merren, investimi është i shtetit shqiptar. Do t'i lëm pa kohë sponsorit tonë, që është Apollnet, i cili mundson këtë emision të drejt për drejt, dhe do të rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën.
Apollnet sjell sistemin Gjipon në firë me shërbime kryesore: internet, telefoni, televizion. Internet pa kufime e cilësi maksimale. Telefon fiks me çmimet më të mira në treg. 80 kanale televizive për të plotësuar të gjitha kërkesat tuaja. Përse duhet zgjedhur Apollnet? Shërbimi 3-në-1 Gjipon ofron shpejtësinë e dritës dhe vjen me fibër optike deri në derën tuaj. Është zgjedhja e dur për biznesin dhe familjen. Vetëm me një abonim lidh disa televizor, ndërsa mbështetja teknike është 24 orë. Për më shumë mund të vizitoni apollnet.al ose drejtohuni pranë Fotostudio Rustemi. Apollnet, e gjithë bota në dorën tuaj. Me një eksperiencë 55 vjeçare, Fotorustemi vjen tek ju me teknologjinë më të avancuar digjitale. Ofrojmë për ju fotobardhëzi dhe me ngjyra, fotografi digjitale nga disketa, zip, CD-ROM si dhe diapozitiva, foto porcelani me garanci të përjetshme, stampim në bluze si dhe kalendar e kartolina sipas dëshirës suaj. Smadhim fotografish dhe kornisa. Konvertim kasetash nga amerikane, aziatike në europiane dhe anasjelltas. Gjithashtu tek ne do të gjeni kamera profesionale dhe familjare, aparate fotografik, filma, kaseta dhe bateri. Cilësia dhe profesionalizmi kanë vetëm një emër: Fotorustemi. Lagje Apollonia, sheshi Fitoria. Telefon 226 20. Po falenderojmë sponsorët tanë Apollnet dhe Fotostudio Rustemi, i cili mundsoi zhvillimin e emisioneve dhe fjalën e lirë, mundësinë e fjalës së lirë për të shkuar tek qytetarët. Gjithsesi, zoti Drego, investimet në infrastrukturën rrugore nuk mund të konsiderohen të përmbyllura apo edhe të realizuara sipas premtimeve që kanë bërë. Ka shumë rrugë të rëndësishme që shkojnë drejt zonave turistike mbretërore, si ajo Levan Pishporo apo dhe segmente tjerë rrugor, të cilët janë jashtë projekteve tuaja. Për sa i përket rrugës Pishporos, që është në deltën e derdhjes së Vjosës, është një rrugë që çelet fondi këto ditë me fjalë. Është tenderuar, madje unë doja të bëj me dije që jo vetëm nga ana e Pishporos, nga ana e Qavrit me fjalë, por edhe nga ana tjetër e Vjosës, në territorin e prefekturës Qarkut Vlorë, në të dy anët kjo rrugë do shkojë drejt deltës së derdhjes së Vjosës. Shumë shpejt mund të jetë objektivi në një emisionit tuaj ose teme në një emisionit tuaj të mëvonshëm që ne të flasim konkretisht mbasi të ketë marruar edhe tenderi për këtë punë. Shumë shpejt me fjalë. Tani afër dhe mendoj që kjo rrugë do të vihet në eficiencë për gjithë banorët e zonës. Do të jetë e gatshëm për këtë sezon turistik? Po, do të vihet në eficiencë për sezonin turistik që vjen tani me fjalë. Ktu është objektivi i Ministrisë së Punëve Publike. Unë doja të përmendja që në fundit qeveria shqiptare ka bërë gjatë këtyre 8 viteve aq rrugë sa në gjithë historinë e Shqipërisë nuk janë bërë me fjalë. Edhe unë jam i sigurt që në gjithë historinë e Shqipërisë nuk mund të bëhen më ky volum rrugësh sepse nuk ka çfarë bëhen më me fjalë, ka ngelur rrugë të tilla, të cilat unë i di po numërohen me gishta, domethënë është rruga Libofsh Asturkas apo edhe drejt Begdedit. Ke rrugën e Krapsit, problem. Krapsit, ja dhe disa rrugë tjera, po që janë rrugë me fjalë, nuk quhen akse kryesore nacionale. Dhe këto do bëhen, mos e keni ndonjë. Nuk janë, po janë rajonal. Domethënë, ideja e qeverisë Berisha është që në mandatin e ardhshëm ulet volumi i rrugëve, sepse normalisht s'kan ngelur, pak kanë ngelur dhe do jepet prioritet problematikave të tjera që kanë të bëjnë me investimet në vaditje, me investimet për fermerët, në infrastrukturën e fermerëve, me investimet të cilat kanë të bëjnë me rritjen e prodhimeve dhe subvencioneve me fjalë të fermerëve në të gjitha kulturat që ata mbjellin. Unë përmenda
rrugën, po faktikisht doja të bëja ndije që në ato ditë që ne ndiqnim këtë problematikën e rrugës, ne si shtabi emergjenca patëm dhe një problematik në kilometrin 42 të Lumi Seman, një dëmtim i madh i argjenaturës rrezikonte që të përmbyset i gjithë tokat e kësaj komune, madje rrezikonte edhe hidrovorët me fjalë, që të mbyse. Por duhet të them këtu e përmenda që në fillim të emisionit që bashkëpunimi me njësinë e qeverisë vendore, kryetari i komunës me fjalë njoftoi për rrezikun dhe brenda 3-4 orësh bordi kullimit me drejtori në krye dhe me 4 ekskavatorë u ndodhen në vendin e dëmtuar të argjenaturës dhe kanë punuar për gjithë natën. Doja t'i bëja thirrje nëpërmjet këtij emisioni nëse kanë interes të më dëgjojnë, me fjalë deputetit Ervin Koçi, që atë natë rinte gjithë natën me kompjuter dhe zhukat aty me fjalë dhe priste gjithë çaja argjenatura dhe nuk e besonte që ndërmarrja e bordit të kullimit do të vinte brenda 2 orësh me ekskavator aty për të eliminuar defektin. Po nuk pati burin që të nesme të vinte t'i thoshe ekskavatorisëve që punuan 16 orë vesh me fjalë dhe bën 120 metër argjenaturë të vetë. Po si thot deputeti aty, drejtori i bordit kullimit, ekskavatoristi paguan drejtori i thot sepse drejtori i ri me ta dhe punon me ta që mëngjes deri darkë do vesh uqizme. Deputeti që e mbushi Facebookun me budallëqe atë natë, duhet që të kishe burin të nesme të vinte t'i thoshe ekskavatorisëve bravo qoftë se ju shpëtuat gjithë tokat e komunitetit të komunës Seman nga përmbytja. Me atë punë e ti e ka ai vetë me fjalë dhe ai di si ç'bën. Unë do të them edhe një gjë, ne vazhduam të merremi me këtë problematik, sepse është një meandër i cili jep drejtimin e rrymës së lëvizjes së ujit me fjalë në një vend tillë ku është dëmtuar argjenatura dhe që vazhdon të rrezikonte. Është bërë nga ana e bordit kullimit një punë vitale, po them gjithmonë me fjalë, është hapur një shtrat i ri Lumi në pjesën përballë nga ana e komunës së Liboshës, ka kaluar ekskavatorët andej. Dua të përmend këtu që ne na kanë ndihmuar dhe biznese për transportin e ekskavatorëve, për materiale të cilat kanë sjellë na kanë ndihmuar në objekt me materiale inertë dhe për shtrimin e rrugës për të futur mjetet me një përgjegjshmëri maksimale dhe unë dua t'i përshëndes edhe në emër të shtabit të emergjenca për këtë gatishmëri që kanë treguar, firmën Akbes dhe firmën Alpstar, për gatishmërinë që kanë treguar në mbështetje të ardhjes tim, jo shtabit të emergjenca, por të komunitetit. Pra dhe komuniteti duhet ta di që ata kanë dhënë ndihmën e tyre pa shpërblim. Në mënyrë gjende që detyrimi ligjor është që ata ta japin ndihmën, po shpërblen me fjalë, ata e kanë bërë në mënyrë rekord. Dhe transportin e ekskavatorëve në kohë rekord, domethënë na ka ndihmuar me remorkator. Atje është hapur një shtrat i Lumi me një delt në hyrje të ujit rreth 120 metër, me një gjërësi të lumit mbi 25 metër gjatë gjithë gjatësisë, rreth 250 metër gjatësi me shtratin e lumit dhe mendojmë që kemi kaluar një pjesë të rrezikut maksimal me fjalë në këtë zonë, sepse një pjesë e rrymës shkon nëpërmjet këtij shtrati të ri me fjalë dhe nuk godet vazhdimisht atë. Por do të them një gjë tjetër që janë fonde të tëra, normalisht ne kemi për projekte, për atë përforcimin, zvendësimin e argjenaturës në segmente të caktuara ku ne e kemi konstatuar si rrezik. Në të njëjtën kohë kemi kërkuar edhe bashkëpunim me njësitë e qeverisë vendore që fermerët që kanë tokat në afërsi të këtyre me fjalë të mbjellin sa më shumë pemë, të bëjnë pyllëzim me shelje, me pemë tjera në mënyrë që t'i ruajnë sa më shumë erozionin. Në vendet që atje ka patur një pyll sado të vogël, i shruajtur ngrënies nga uji me fjalë nga erozioni, ato vende që ka qenë zhveshur, uji e ka ngrënë. Po të ishte ndryrë më shpejt nuk do të kishte devijuar shtrati i lumit realisht, po megjithatë më mirë se sa kur. Shiko, nuk është puna se po të ishte ndryrë më shpejt. Tu patëm, unë thash patëm një situatë që në Vjos edhe në Seman u përvajsua, domethënë u pasqyrua. Duhet kemi parasysh një gjë që në gjithë territorin e Shqipërisë pati rreshje të vazhdueshme për disa ditë. Dhe normalisht në këtë basen me fjalë mbledhen në ujrat e Devollit, Orsumit. Dhe ju e dini që Devolli mbledh dhe gjithë ujëmbledhjen e banjës, e mëtej me fjalë dhe gjithë to ujëra normalisht që derdhen det, këtu na kanë falën ne, këtu kaloi lumen. Pati një fryrje maksimale të ujit me fjalë, nuk ka ndodhur në një nivel kaq i lartë i ujit në lumin Seman. Dhe brujë të vazhdueshme gjatë shumë ditëve. Do të thotë njëri që pse erdhën ujëra, po do vinë ujëra se ujëra mbledh do nuk mund të vinë brenda territorit të Shqipërisë. Normalisht edhe problematika të tilla dalin në parë, rëndësishme është që ne të jemi eficient që në moment caktuar ne ti eliminojmë. Gjatë problematikës së përmbytjeve pati dhe një rrezik është për pompat e kafaret, të cilët rrezikonin qytetin e Firit të mbetej pa ujë të pishëm, kështu që nuk ishte aq shumë padome për mbytjet e lumenjve, pavarësisht se janë natyrore. Faleminderit për pyetjen.
Unë dohet ato që për fakt më doli nga mendja dhe me që ju e pyetët me fjalë, unë dua t'i drejtohem të gjithë qytetarëve të Fierit dhe më tej të komunave dhe fuqar, nuk ka asnjë rrezik mbytyje të stacioneve të pompimit të ujit të pishëm të ujësjellësit kanalizimeve SHA-Fier. Pse? Sepse po t'i vini edhe në kronikat tuaja, ato janë të rrethuara me një mbrojtëse betoni dhe të fuqar, e cila e bën të pambytshëm me fjalë, vetëm nëse do vë niveli vjosës 10.5 metra mund të hyjë ujë brenda, që nuk bën vakë, se 8 metra është maksimali, që ka ardhur në 100-200 vite që kanë kaluar. Ai lajmi që ka dhënë drejtori i sjellse atë ditë, unë mendoj që ora kanë thënë gabim ata, domethënë specialistët e tij, ose kanë thënë në mënyrë abuzive, unë po marr gabimin. Është i gabuar, është një lajm i cili ka ngjallur panik te qytetarët për sasinë e ujit. Nuk është e vërtetë që janë 12 puse në ujë, 4 puse janë, tu sjellësit që punojnë. 4 puse, stacioni i pompimit që është bërë për 3 milionë eurosh me investim të shtetit shqiptar, që është inauguruar pa një viti dhe që drejtori e di mirë, nuk mbyten, nga ata punojnë 3 njëri rezervë. Dhe në këto kushte ai lajm që ka dalë atë ditë për mua ka qenë një gënjeshtër e madhe që ka hapur panikin në qytet asnjë tjetër ose që ka treguar që ne bëjmë namin me që po përmbyten gjithë dhe nuk përmbyten ato. Domethënë unë jam gati që të vi kush doj nga njerëzit teknik që ka ujësjellsi edhe të ballafaqohem me letra teknike. Por ka një gjë që paniku është i dëmshëm për qytetarët, se aty qytetarët pyesin sa ujë kemi, mos harxojmë ujë, mos lajmi, mos përdojmë shumë ujë, faktikisht uji, domethënë nuk ka për të munguar asnjëherë sa do përmbytet këtë, sa do të dalë vjosa. Atyre të ujësjellësit unë do të drejtohesha që t'i thosha hiqni atë 1200 lekëshin e vjetër ose 100 lek të reja dhe të vëshën 120 lek të reja, pik lidhje të faturat e qytetarëve të Fierit, sepse kjo është një vjedhje abuzive, e cila grumullon gjatë muajit 30 milion lek vjetra dhe ujësjellësi mban mbi kapacitetin e miratuar nga endi regulatori i ujit 200 veta me fjalë në punë. Me këto para që i vjedh qytetarëve. Them është vjedhje, me gojën plot, është vjedhje. Ujësjellësi i Fierit i vjedh qytetarëve 1200 lek të vjetra çdo qytetari në muaj. Pik lidhje thot, pik e lidhjes paguhet vetëm një herë. Hiqeni këtë nga fatura dhe pasaj për përmbytjen e pompave të ujit me fjalë, mos u shqetësoni se s'kam për të përmbytur në njërë. Po, nëse nuk keni çfarë shtoni lidhje me masa që ka marrë shtabi i emergjencave të prefekturës për t'i parandaluar ngjarje ose për t'i paraprirë, kalojmë në një çështje tjetër që është çështja kryesore e ditës, e politikës ditës. Kjo lidhet dhe drejt për drejt me institucionin tuaj, me çështjen e largimit të alatëve tuaj qeverisës ose ripozicionimit të LSI-s për një koalicion të ri parazgjedhor, i cili është në proces. Gjithsesi, kryeministri Berisha e shprehur sot që do të ketë rikompozim qeverisë dhe përjedhoi, mendoj që edhe institucione tjera që drejtohen apo përfaqësohen nga eksponent ose përfaqësues e forca politike do të ndryshojnë. Edhe prefektura e Qarkut të Fierit drejtohet nga përfaqësues LSI-s. Si e mendoni, si e parashikoni? Secila nga forcat politike që operojnë, jetojnë dhe përbëhen nga zgjedhjet shqiptare, mbështeten nga zgjedhjet shqiptare në territorin e Shqipërisë, janë lira të zgjedhin këtë duan me fjalë si. Po zgjedhje e lirë e tyre. Po lidhje me situatën. Të hyjnë, të dalin nga koalicione, ashtu si edhe deputet që ju keni dëgjuar sot deklarate që larguar nga Partia Socialiste apo nga një parti tjetër, kanë dalë pa varë apo ka shkuar në një parti tjetër, këto janë normale të politikës shqiptare. Ky nuk është shqetësim. Shiko, unë do të thosha që Partia Demokratike me kryetarin e vet Sali Berisha, me Këshillin Kombëtar, me kryesinë e vet, domethënë që në krijimin e qeverisë në 2005 dhe në 2009 duke futur një risi të re në politikën shqiptare, në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim, dhe duke e çuar këtë mandat deri në fund me Lëvizjen Socialiste për Integrim, po megjithatë kjo nuk do të thotë që Partia Demokratike do hynte në zgjedhje me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Domethënë kjo s'është as gjikundi. Partia Demokratike është përgatitur që të hyjë në zgjedhje si Parti Demokratike, një parti e madhe, një parti e shpresave shqiptare, një parti që ka mbajtur fjalën para shqiptarëve, një parti që për 8 vite ka bërë maksimumin për këtë popull dhe që normalisht e ka kokën lart dhe ka drejt të kërkojë për të tretë mandatin popullit shqiptar dhe votuesit shqiptar. Kjo nuk ka lidhje fare me zhvillime të reja politike. Numri i deputetëve nëse ju e keni dëgjuar dije deklaratën e zotit Meta, kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, është ai që është,
biles mund të jetë më i madh sepse do duket, po se çfarë do bëj kryeministri Berisha, atë e di kryeministri Berisha dhe do ta njoftojë për gjithë mediat me fjalë për rikompozim të qeverisë. Jo, e shpreh sot që do të ketë rikompozim të qeverisë. Deri tani nuk ka, do të pasqyrohet. Deri tani nuk ka asnjë zyrtare me fjalë që pati konferencë shtypi për lëvizja socialiste projektin e zhvillimit. Deri tani nuk ka asnjë zyrtare që lëvizja socialiste për integrim të heq ministra. Po ndalin konventën pas nesër që po supozojmë do të heq ministra. Normale do të heq ministra. Ligji e lejon që qeverisja mund të funksionojë edhe këto deri në shtator me fjalë që e ka në kuadrin ligjor që jep ligji shqiptar që të drejtojë kjo qeverisje deri në shtator, drejton kjo qeveri me fjalë është, mundet që drejtohet edhe mes vës ministra. Nuk e di, është puna e kryeministit. Shefi i kabinetit është kryeministri Berisha. Po në nivelin e dytë dhe treta. Po them, ne nuk dimë asgjë, ne s'kemi një gjë të zyrtare. Ke shumë drejtori, ke prefekturë. Ne nuk kemi një gjë zyrtare që lëvizja socialiste me integrim të heq ministrat. Po që se do të heq ministrat, janë dhe doja tjera cilat shefi i kabinetit, që është kryeministri Berisha, do gjykojë dhe do veprojë. Kjo nuk ka asnjë gjë, ne vazhdojmë normalisht funksionin, punën. Ne jemi këtu në prefekturën e Qarkut Fier, kemi detyrimin e përfaqësimit të Këshillit Ministrave në Qark, kemi detyrë që të shërbejmë komunitetit, të monitorojmë zbatimin e ligjit, të bashkëpunojmë me njësitë e qeverisë vendore, me të gjithë forcat politike. Nuk diskutohet lëvizja socialiste për integrim që ne kemi akoma partnerë në qeverisje deri më sot, deri në këtë moment që flasim, pavarësisht se çfarë thuhet, çfarë bëhet, to janë vendime që merren dhe deklarohen. Pas vendimeve ka veprime të tjera të cilat nuk mund t'i parashikojë asnjëri, sado analizi zoti tjetër, të bashkëpunojmë edhe me Partinë Socialiste, që është sot në pushtet në Bashkinë Fier, në mënyrë që t'i vim sa më mirë në ndihmë komunitetit. Mendoj që ne jemi komod, jemi në nivelin maksimal të zbatimit të premtimeve që kemi bërë shqiptarëve dhe ndihemi mirë me fjalë edhe në bashkëpunim me gjithë forcat politike, aq më tepër edhe me ata që kemi qenë dhe jemi partnerë dhe nuk dihet do jemi apo zemi. Para zgjedhor, ambas zgjedhor, koalicionet nuk janë përcaktuar akoma, nuk mund të themi asnjë gjë, vetëm thjesht ta ludojmë ose të mendojmë që po të ndodhi kështu, po të ndodhi kështu. To janë llogari matematike që i kemi parë, i bëjnë analizë ndryshëm në televizione. Partia Demokratike është e përgatitur ty në zgjedhje si parti demokratike, siç ka hyrë gjithmonë. Partia Demokratike e Shqipërisë do kërkojë votë shqiptare me kryetarin e vet, me kryeministrin Berisha. Ai ishte problem, po problemi ishte, nuk e di ju informuar jeni në lidhje me zhvillimin e fundit. Ka maca vendime, shiko, po ta mbani me ftesën që ja maca vendime në momente të caktuara para evenimenteve të caktuara. Për shembull në zgjedhje vendore, pati vende ku Partia Demokratike hyn në koalicion me Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim. Pati vende ku nuk hyn në koalicion. Ta përcaktuara në momentin. Marrëveshje krye hapësira në zonën e marrëveshje hapësira. Ti, domethënë, po ti referohemi zgjedhjeve, ka patur raste që Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë qenë për të njëjtin kandidat, për shembull flasim për zonën e minoritetit. Në mënyrë që mos ta marrë kryetarin një parti minoritare, por ta marrë një parti shqiptare, o Partia Socialiste, o Partia Demokratike. Ju shmang sekretari shumë pak. Zotin Drego, nuk shmang e fare. Nuk është e bërë akoma zyrtare shkëputja e LSI-s nga koalicioni Berisha, por gjithashtu nuk është bërë zyrtare as bashkimi tim me Partinë Socialiste. Ndërkohë që faktori ndërkombëtar shprehet për një bashkëpunim të Partisë Socialiste me Lëvizjen Socialiste për integrim, duke kundërshtuar, duke kundërshtuar dhe duke dalë kundër kryeministrit Berisha për të mos fituar zgjedhjet e 23 qershorit, për të formuar një qeveri të bashkuar socialiste. Partitë Socialiste. Socialiste dhe faktor ndërkombëtar. Ju si e komentoni këtë? Unë nuk do ta konceptoja kështu si ma bët ju pyetjen, sepse nuk besoj që të ketë në një kryeministër i cili në historikun e 91-2013 të ketë marrëdhënie në nivelet më të larta me fjalë dhe më komode me Komunitetin Evropian, me Shtetet Bashkuara të Amerikës e me gjithë faktorët ndërkombëtar. Dhe e quaj të gabuar domethënë këtë konstatim që është kundër kryeministit Berishas. Jo, që një lapsus. Jo kundër kryeministit Berisha, po as kundër shefit të opozitës, as kundër shefit e një partie tjetër, me komuniteti nuk është puna se është kundër në një. Komuniteti ushtron funksionet, ato presionet e veta dhe dihet që edhe në Bruxelles ka forcat majta të djatha, të majtët duan që këtu të qeverisje majta, të djatha duan që këtu të qeverisje djatha. Ne jemi Shqipëri tani, ne flasim këtu me fjalë.
nuk ka asnjë lloj stepje, asnjë lloj mërzitje, asnjë lloj shqetësimi në Partinë Demokratike, në qeverinë Berisha me fjalë për këto lëvizje të cilat s'janë bërë akoma zyrtare, sepse normalisht thashë janë folur, janë diskutuar, janë bërë një deklarat, po zyrtarisht nuk është marrë asnjë vendim nga asnjë forcë politike. Partia Demokratike është e gjetë. Partia Demokratike vazhdon të drejtojë, do bëj detyrën e vet për mandatin që shqiptarët i kanë besuar deri në 23 qershor të 2013. Do hy për të fituar. Unë nuk dua të flas këtu si përfaqësues politik, unë jam antar i Partisë Demokratike, jam dhe përfaqësues i Partisë Demokratike, por në radhë të parë jam sekretar i përgjithshëm i prefekturës dhe këtu flas si përfaqësues i institucionit. Po, duke folur si antar i Partisë Demokratike dhe në lidhje me atë pyetje që më bët, unë jam i bindur që Partia Demokratike do të fitojë zgjedhjet 2013 me koalicionin që Le t'ja lëm kohës për atë, unë ju e shfrytëzuat rastin edhe e përdorët atë, po gjithsesi do të jenë votuesit, ata do të përcaktojnë dhe cila forcë politike do të qeverisë për 4 vitet e ardhshme. Votuesit shqiptar do vlerësojnë atë që kanë mbajtur fjalën, normalisht ashtu është, ata e vendosin. Nderuar shikues, këtu emisioni Ballafaqim ka përfunduar me sekretarin e përgjithshëm të prefekturës së Qarkut të Fierit, diskutuan shumë çështje të rëndësishme, folën për emergjenca civile si ngjarje natyrore apo fenomene të cilat shqetësuan qytetarët e Qarkut të Fierit, diskutuan për investimet në infrastrukturën rrugore, për ato të mungura dhe projektet e reja të cilat kanë nisur të zbatohen, gjithashtu edhe për ripozicionimin e aleatit kryesor të Partisë Demokratike, cilin përfaqëson sekretari i përgjithshëm të prefekturës, lësin gjatë ditëve të fundit. Unë ju falenderoj që na ndoqët, falenderoj dhe të ftuarit e mi në studio. Natën e mirë dhe mirupafshim deri në emisionin e radhës. Faleminderit, mirë se dëgjojmë kujtimin tjetër. Me kënaqësi.